Ju përshëndes nga lajmet e mesditës në Top Channel. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur tashmë shifrën zyrtare të pjesëmarrësve në zgjedhjet e 11 majit. Bëhet fjalë për 245.975 shtetas shqiptar që janë jashtë territorit të vendit, të cilët do të votojnë për herë të parë përmes postës, ndërkohë që zarfet me fletën e votimit pritet të dërgohen javën e parë të muajit prill. Kryeministri Edi Rama falenderoi dje Italinë dhe kryeministren Meloni për miratimin e marrëveshjes së pensioneve dhe deklaroi se në mandatin e 4 marrëveshja do të arrihet me Greqinë. Ai tha se do të zgjidhen edhe çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve që së shpejti do të jenë bashkë në Bashkimin Evropian. Numrimi i votave për zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë ka zgjatur më shumë se çdo garë tjetër elektorale, por nuk ka prodhuar qeveri. Vetvendosje ndonse ka marrë 48 mandate, nuk do të mund të qeverisë pa krijuar një koalicion. Samiti i Bashkimit Evropian për mbrojtjen ka përcaktuar rritjen e shpenzimeve për armatim në 800 miliard euro dhe ka rikonfirmuar mbështetjen për Ukrainën, ndërkohë që Donald Trump ka deklaruar se nëse Bashkimi Evropian nuk paguan për mbrojtjen, ai nuk do t'i mbrojë më. Elon Musk ka dushtuar sërish me programin hapësinor SpaceX. Raketa e lëshuar nga Teksasi së fundmi ka shpërthyer gjatë ngritjes duke i prishur ëndrrën miliarderit për të çuar njerëz në Mars. Ky ishte testi i dytë i dështuar. Ndalemi më gjerësisht me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama ka falenderuar dje Italinë dhe kryeministren Meloni për miratimin e marrëveshjes së pensioneve dhe ka deklaruar se në mandatin e 4 të Partisë Socialiste marrëveshja do të arrihet edhe me Greqinë. Rama tha se do të zgjidhen edhe çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve që së shpejti do të jenë së bashku në Bashkimin Evropian. Pas marrëveshjes për pensionet me Italinë, synimi i qeverisë shqiptare është të bëhet e njëjta gjë edhe me Greqinë. Kryeministri Edi Rama reagoi të njëjtën në mbrëmje për vendimin e Senatit italian që i dha dritën jeshile paktit mes dy qeverive dhe e cilësoi arritjen e marrëveshjes me Italinë për pensionet si një nga dy marrëveshjet më të vështira. Jam vërtet i lehtësuar nga mbyllja më në fund e procesit gjatë burokratik të miratimit të ligjit të pensioneve për shqiptarët italisë. Halal dhe vicklat, talljet, përqeshje, deri dhe sharjet, jo ishte rren, jo ishte loj, jo u harrua, jo e paç haram, jo e tjerë, e tjerë, e tjerë. Rëndësi ka që tani më mundi dhe sakrificat e një jete në punë matandetit shqiptarëve do njihen. Njësoj si për italianët. Asnjë dallim. Kjo ishte njëra nga dy marrëveshjet absolutisht më të vështira të pensioneve, se bëhet fjalë në këtë rast për gati gjysmë milion njerëz dhe jam falenderus Giorgia Melonit, pa cilën kjo punë nuk do të merrte fund dhe mund të merrte vite e vite të tjera. Kryeministri konfirmoi se po bisedohet edhe me Athinën zyrtare për pensionet dhe shpreson që të realizojë një marrëveshje në mandatin e ardhshëm me Greqinë. Tani qershia mbi tort për të vënë dhe për të mbyllur të gjithë të cikël mbetet marrëveshja me Greqinë. Mandati ynë i 4 do të jetë edhe mandati i pensioneve të ligjëruara të shqiptarëve të Greqisë. Ashtu siç do të jetë pa diskutim mandati i heqjes ligjit luftës dhe i vënies mbi i të gjitha pikave të dakordsuara për zgjidhje mes nesh. Shqipëria 2030 dhe Greqia do të jenë së bashku në Bashkimin Evropian. Nga marrëveshja e pensioneve me Italinë do të përfitojnë mbi 500.000 shqiptarë në Itali dhe rreth 4.000 italianë në Shqipëri. Sot është 7 marsi, shfesta e mësuesit në përkujtim të çeljes së shkollës së parë shqipe. Mësuintorja e Koçës u hap në 7 marsin e vitit 1887. Dorela Çule është në lidhje të drejtë për drejtë pikërisht nga shkolla e parë shqipe, e kthyer tashmë në Muzeun Kombëtar të Arsimit Shqiptar, ku duhet të jenë natyrisht shumë vizitorë këtë ditë. Apo jo, Dorela, të përshëndes. Çfarë aktivitetesh ka Korça sot?
Përshëndetje dhe gëzuar nga qyteti i shkollës së parë shqipe në këtë 7 mars. Sigurisht që nuk ka se si të mungojnë aktivitetet të cilat ka nisur prej mëngjesit në qytetin e Korçës. Patjetër ka qenë pritje tradicionale organizuar me mësuesit pensionistë dhe aktivitetet festive, ndërkohë që ajo që mbetet më pikante sa i takon këtij 7 marsi është pikërisht ekspozita që është hapur në ambientet e Muzeut Kombëtar të Arsimit, ku janë nxjerrë për herë të parë në dritë regjistra të shkollës femërore, të cilat datojnë, 2 regjistra që datojnë nga viti 1923 deri në vitin 1950. Dhe në një prej regjistrave në fakt gjendet një fletore i jetës së shkollës, që fillon prej vitit 1867, pra para se të hapej shkolla e parë shqipe, duke dëshmuar kështu një rrugtim të gjatë dhe përpjekje të shumta për mësimin shqip. E po ashtu pjesë e kësaj ekspozite kanë qenë edhe fletore pune të ndryshme që i përkasin viteve të ndryshme dhe dëshmojnë të gjitha hapat që janë hedhur për arsimin shqip. Është një koleksion privat, ky në fakt nga koleksionisti Mirgen Shamlli, i cili i ka ekspozuar ato për publikun, duke theksuar se janë marrë nga familje të ndryshme dhe u përkasin nxënësve që kanë qenë pjesë e kësaj shkolle ndër vite. Gjithsesi, kjo ekspozitë mjaft e rëndësishme do të qëndrojë e hapur gjatë gjithë fundjavës, edhe pse kanë qenë të shumtë ata që kanë nisur ta vizitojnë ditën e sotme, por edhe për ata që nuk do të munden ta vizitojnë ditën e sotme, do të qëndrojë e hapur në fundjavë, duke qenë kështu një nga aktivitetet më interesante të kësaj dite. Dorila, të falenderoj. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë të mbetim në atmosferën e 7 marsit, sepse një ditë feste si kjo në fakt nuk mjafton për të nderuar sakrificat e mësuesve shqiptar. E këtë na e dëshmon edhe historia e arsimtares Klodiana Kujtila, e cila u kthye nga emigrimi për të ushtruar misionin e saj, sikur sa ajo thot, nga i cili nuk hoqi dorë kurrë, madje as kur u diagnostikua me kancer. Rrëfimin e saj të sinqert na e sjell gazetarja jon Bruna Kërçyku. Klodiana Kujtila prej 18 vitesh punon si mësuese. Ajo u kthye nga emigrimi së bashku me bashkëshortin për të kontribuar në vendin e tyre në edukimin e brezave. Por një vit më parë, edhe pse në moshë shumë të re, Klodiana do të kalonte ndoshta sfidën më të madhe të jetës së saj, teksa u diagnostikua me kancerin e gjirit. Jetë në shkurt, unë diagnostikohem me smundjen e kancerit. Ju dini që thjesht emri kancer është i tmerrshëm kur e merr vesh, bota më përmbys fare. Çfarë më e vështirë ishte kur do hyja në operacion, kisha frikë. Mësuesja 42 vjeçe, nënë e 2 fëmijëve, vendosi të kthehet në punë pas operacionit, edhe pse mjeku këshilloi të kundërtën. Mjeku specialist mua më rekomandoi që duhet se s'bën të rrija 6 muaj në shtëpi. Megjithatë, unë mendoja që nëse do rikthesha ke fëmijët ishte gjë më e bukur të punoja me ta, të kaloje kohë dhe unë harroja smundjen time. Kur jam rikthyer, ka qenë dita më e veçantë dhe më e bukur për mua, sepse të gjithë kalamajt e shkollës më përqafun dhe ishte çasti, nuk arrita përfytyroj këtë gjë. E kaluam bashkë, sinqerisht ishte pjesa e fundit e shkollës dhe nuk doja që ta lija çdo gjë për në gjysmë. Klodiana Kujtila jep mësim në shkollën Isuf Gjura në fshatin Kuturman të Librazhdit. Për të, mësuesia nuk është profesion. Të merresh me fëmijë të gjë më e bukur në botë, sepse ti jo vetëm zbulon pasionet e këtyre fëmijëve, por edhe i udhëheq ata më tej për të ardhmen e tyre. Pra është për te profesionit, kur ti diçka e bën me pasion, nuk përfshihet ke profesioni. 7 marsi është vetëm një ditë dhe nuk mjafton për të nderuar sakrificën dhe vetë sakrifikimin e mësuesve në edukimin e brezave. Shqipëria është një magnet i vërtet për turistët, 6.000 takime, qindra marrëveshje, Shqipëria merr oferta të ndryshme këtë vit. Panajiri botëror i turizmit është drejt fundit, ai ka nisur në datën 3 mars dhe Shqipëria ka qenë vendi i pritës i panajirit për këtë vit. Kanë qenë plot 100 operatorë turistik, të cilët kanë prezantuar në Berlin ofertën turistike të Shqipërisë për vitin 2025. Po vëm re që ka një kërkesë të
të theksuar të rritjes së dëshirës për të bërë gjëra në destinacionin që t'i viziton dhe këto përvojat janë sa më autentike, sa më lokale. Unë jam një përfaqësues i diasporës dhe neve kemi prekur pikat më të forta nga ky panajir, se si të promovojmë supermarkete shqiptar dhe të lidhim dhe të jemi ajo ura lidhse me investitorët nga gjithë bota. Prezantimi ishte shumë dinjitos. ITB Berlin u ndoq nga rreth 24.000 vizitorë të biznesit dhe operatorët shqiptar kanë realizuar rreth 6.000 takime dhe disa qindra marrëveshje të përkthyer jo thjesht në numra klientësh, por në një ofertë mjaft diverse këtë vit, krahas mungesave në sektorin e akomodimit, i cili ka nevojë për zgjerim dhe investime. Përmirësime gjithashtu kërkohen edhe në infrastrukturë dhe shërbime publike, lehtësitë me pagesat online dhe sisteme të automatizuara rezervimesh dhe menaxhimit të dhënave. Kualifikimi punojësve të turizmit dhe kontratat gjithvjetore për ta pritet të jetë një tjetër vështirësi e 5 vjeçarit të ardhshëm. Është rritur shumë oferta kulturore, është rritur akoma më shumë pjesa e turizmit aventurës. Të rinj shqiptarë ka kuptuar që një pjesë e madhe e turistëve tuaj, sidomos brezëri, janë të dashuruar me Alpet shqiptare, duan të zbulojnë gjithçka për pjesën e jugut apo të veriut apo zonat e ndryshme të Shqipërisë, duke marrë atë shpirtin e aventurës, në thurje e këtyre bukurive natyrore, për dhe shërbimeve, por pjesa autentike është shumë e rëndësishme. Kryqëzia e ITB Berlin këtë vit ishte inovacioni, por edhe eksplorimi i thellësisë së vendit. Shqipëria e njohur si një destinacion i turizmit masiv përgjatë Brexit, në këtë panajir solli rinjësi malet dhe thellësinë e vendit. Gjithashtu u promovua Vjosa si lumi i fundit i egër në Europë dhe destinacione të fshehura, të orientuara nga eksperiencat, por edhe aktivitetet në natyrë. Kjo është një rinjësi që meriton të kombinohet me shërbime më të mira këtë vit, çka do jetë edhe sfida e turizmit për vitin 2025 në Shqipëri. Policia e Cerrikut ka parandaluar sot një vrasje dhe vuri në pranga një 24 vjeçar i cili ka tentuar të vrasë me thik një 37 vjeçar pas një konflikti të çastit. Gjëra ka ndodhur në fshatin Gjyral, ndërsa policia ka nisur hetimin edhe për 37 vjeçarin, pasi në automjetin e tij u gjet një shkop bejsbolli. I plagosuri është aktualisht në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Numrimi i votave për zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë ka zgjatur më shumë se çdo garë tjetër elektorale, por nuk ka arritur dot të prodhojë qeveri. Vetëvendosja ka marrë 48 mandate, por nuk mund të qeverisë pa krijuar një koalicion. E skenarët janë disa. Do të ndikim analizën për zgjedhjet në Kosovë të përgatitur nga redaktoria e lajmeve të aktualitetit ndërkombëtar Irida Vasia. Ky i fundit ishte numrimi më i gjatë i votave në Kosovë krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Më në fund procesi u mbyll të mërkurën duke çimentuar në vend të parë lëvizjen vetëvendosje të kryeministrit Albin Kurti me 42.28% të votave që përkthehet në 48 mandate. E dyta u rendit Partia Demokratike e Kosovës PDK, pastaj vjen Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma fituan vetëm 7% të votave duke siguruar 8 mandate. 20 ulse në Kuvendin e Kosovës i rezervohen pakicave, 10 nga këto për serbët. KQZ-si duhet të pres praktikisht 48 orë përpara se të shpallë rezultatet përfundimtare. Por edhe pse tashmë fitoria e saj është kristalizuar, vetëvendosja duket se sërish nuk e krijon dot qeverinë e vetme. Analisti politik Ahat Miftara i tha Deutsche Welle se përkundër faktit që vetëvendosja nuk ka marrë votat e mjaftueshme për të formuar qeverinë, duke marrë për bazë specifikat që ka sistemi kushtetues në Kosovë, mbeten në fuqi disa skenarë që ndikohen si nga faktorë të brendshëm ashtu dhe nga të jashtëm. Skenari i parë është një koalicion mes vetëvendosjes dhe partive të komunitetit jo shumicë, duke përjashtuar listën serbe si dhe një partie politike shqiptare. Që ky skenar të realizohet në praktik, kjo do të kërkonte një qasje afruese nga vetëvendosja dhe një gjuhë të moderuar për të lënë hapësirë për bashkëpunim. Por kjo nuk ka ndodhur deri më tani pasi Kurti ka përdorur ndaj liderëve opozitar në shumë raste një gjuhë rrejtje, duke i quajtur derje dhe hajvan. Një skenar tjetër është krijimi i një qeverie pakice nga ana e partive politike opozitare, të paktën me komunitetet jo shumicë. Ky skenar shihet si i mundshëm nëse do të ketë vullnet mes 3 partive politike të opozitës dhe të paktën 2 nga këto parti të pajtohen që posti i kryeministrit
t'i takojë njërës prej tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur shifrën zyrtare të emigrantëve që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Janë 245.975 shtetas shqiptar, të cilët jetojnë jashtë territorit të vendit dhe që do të votojnë për herë të parë përmes postës, ndërkohë që zarfet me fletën e votimit pritet të dërgohen javën e parë të muajit prill. Kam Elda Mengën në lidhje të drejtë për drejtë. Elda, të përshëndes. Përveç shifrës totale të emigrantëve që do të marrin pjesë për herë të parë në këto votime, çfarë ka prodhuar tjetër ky proces? Që është hera e parë në vendin tonë? Të përshëndes Juli, në fakt komisioneri Cili Bashi u ndal në të dhënat të cilat ishin interesante sa i takon publikut. Kishte një emigrant i cili kishte moshën 98 vjeç nga Gjermania dhe i cili ja kishte dalë të regjistrohej me sukses me njëherë, ndërsa një tjetër rast unik ishte nga Italia, i cili një zgjedhës prej andej kishte tentuar 25 herë për të regjistruar dhe vetëm pasi kishte tentuar shumë herë, ja kishte dalë me sukses të regjistrohej dhe bashkë me 98 vjeçarin nga Gjermania do të jenë dy votues, mund të themi unik, të cilët do të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në fakt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte parashikuar rreth 100 emigrant nga jashtë, të cilët do të shprehnin kërkesën për të regjistruar, por dyfishimi i kësaj shifre ka bërë që të rritet edhe kostoja e votimeve për diasporën, duke e çuar në shifrën e 7.5 milionë eurove, të cilët do të përdoren për dërgimin dhe kthimin e zarfit në destinacion, ndërkohë në datën 18 prill deri në 16 prill pritet të kryhet edhe procesi i shpërndarjes së fletës së votimit për emigrantët në të gjithë shtetet. Janë 107 shtetet të cilët kanë ardhur kërkesat në KQZ dhe janë miratuar tashmë për të regjistruar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ndërkohë, mund të themi që nuk ju ka shkuar mbar rreth 48.000 aplikantëve, të cilët janë refuzuar dhe duke qenë se ka munguar dhe konsensusi politik për t'i dhënë edhe një shans të fundit për regjistrim, këta aplikantë të cilët kanë pasur dëshirë për të regjistruar nuk do të jenë pjesë e këtyre zgjedhjeve të cilët do të mbahen me 11 maj. Ndërkohë, nga ana tjetër, pritet që të paktën për ata kandidatë të cilët brenda afatit kohor kanë sjellë edhe kërkesën për regjistrim, deri nga data 9 deri në 12 mars, kanë të drejtë që të bëjnë korrigjime ose më saktë saktësime të adresës së tyre, por kjo shifër është vetëm për ata ose ky tolerim, mund të themi, është vetëm për ata të cilët janë miratuar tashmë kërkesa, pra është brenda numrit 200.045 votuesve të cilët kanë marrë dritën jeshile nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili është tashmë në përgatitje të fundit jo vetëm për votën e diasporës, pasi do duhet edhe të alokojë edhe shërbimin postar të jashtëm për dërgimin e fletës së votimit, por ashtu edhe për përgatitjen e zgjedhjeve brenda vendit, të cilët do të mbahen njëkohësisht në një njëjtën ditë e po ashtu do të numërohen në të njëjtën ditë edhe vullneti shqiptarëve, si brenda kufive, ashtu edhe jashtë kufive. Elda, të falenderoj, ishte Elda Menga. Krerët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për vazhdimin e mbështetjes ndaj Ukrainës, por pa Hungarinë. Samiti i krizës në Bruksel është mbyllur gjithashtu me një deklaratë unanime për të mbështetur planin e rritjes masive të shpenzimeve ushtarake deri në 800 miliard euro për mbrojtjen, kundër një agresioni të mundshëm nga Rusia. Samiti i krizës në Bruksel prodhoi një deklaratë unanime mbështetëse të krerëve të bllokut evropian për planin e rritjes masive të shpenzimeve të mbrojtjes. Udhëheqësit e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të BE-s i hapën rrugën në parim armatimet e Europës. Bashkimi Evropian do të rrisë gatishmërinë e përgjithshme për mbrojtjen, do të zvogëlojë varësinë strategjike, do të plotësojë boshllëqet e kapaciteteve kritike dhe do të forcojë bazën europiane të teknologjisë dhe industrisë së mbrojtjes, nënvizohet në deklaratën e përbashkët. Hungaria ishte e vetmja që bëri rezistencë, por kjo nuk e ndryshoi qëndrimin e 26 vendeve të tjera, të cilat u zotuan të vazhdojnë mbështetjen për Ukrainën. I gjithë ky mobilizim erdhi në sfondin e ndërprerjes së përkohshme të ndihmave ushtarake nga SBA-ja për Ukrainën, si dhe afrimit të presidentit amerikan Donald Trump me homologun e tij rus Vladimir Putin. Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi më herët zbutjen e rregullave të BE-s për borxhin, si dhe stimuj të tjerë për rritjen e shpenzimeve kombëtare të mbrojtjes.
Ajo tha se do të angazhohen gjithsej deri në 800 miliardë euro për mbrojtjen kundër një agresioni të mundshëm të Rusisë. Në deklaratën e dytë, 26 vendet anëtare pa Hungarinë ranë dakord që të mbështesin plotësisht Ukrainën në qëllimin e saj për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Kryeministri hungarez Viktor Orban ishte i vetmi që nuk pranoi ta mbështeste deklaratën dhe i akuzoi liderët evropian se po kërkojnë që ta zgjasin luftën në Ukrainë, ndërsa shtoi se ai dhe presidenti i SBA-s Trump duan paqen. Por presidenti amerikan Donald Trump e ka bërë të qartë se vendet anëtare të NATO-s duhet të rrisin shpenzimet në rast se duan mbështetjen e Amerikës. Donald Trump ju rikthye lejtmotivit të tij të preferuar kur vjen fjala tek NATO-ja. Presidenti amerikan e vuri në pikpyetje gatishmërinë e vet për të mbështetur aleancën ushtarake perëndimore, duke thënë se nuk do t'i shkojnë në ndihmë aleatëve të NATO-s nëse ata nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e vet. Është logjike apo jo? Nëse ata nuk paguajnë, unë nuk do t'i mbroj. Nuk kam ndërmend t'i mbroj. Pas këmbguljes së tij gjatë mandatit të parë, shumica e vendeve të aleancës i rriti vërtet shpenzimet ushtarake, por për Trumpin kjo nuk është e mjaftueshme. Ata duhet të paguajnë më shumë, insistoi shefi i Shtëpisë së Bardhë, që nga pretendimet e 2% të GDP-s, tani sugjeron që ky prag të shkojë deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Shumica e vendeve anëtare argumentojnë se një gjë e tillë është e pazbatueshme ekonomikisht. Polonia është i vetmi vend i NATO-s që i afrohet nivelit të 5%-shit, ndërsa edhe Estonia dhe Lituania kanë lënë të kuptohet se do të tentojnë të shtojnë shpenzimet në këtë shkallë. Pavarësisht qëndrimeve të fundit Trumpi në shkurt, e ritheksoi përkushtimin e tij ndaj nenit 5 të mbrojtjes së ndërsjellë të NATO-s, teksa fliste së bashku me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, edhe pse më pas e vuri në dyshim për krahjen që do të merrte SBA-ja në rast nevoje. E dini se cili është problemi më i madh që ka me NATO-n? Unë sinqerisht i njoh shumë mirë këta djem. Janë miqtë e mi. Por nëse Shtetet e Bashkuara do të ishin në telashe dhe do t'ju telefononin atyre dhe t'i thonin kemi një problem Franc, kemi një problem, disa të tjerë që nuk dua t'i përmend. A mendoni se ata do të vinin të na mbronin? Nuk jam dashje sigurt. Presidenti francez Emmanuel Macron ju përgjigj Trumpit duke thënë se ne jemi aleat besnik dhe të përkushtuar. Aktualisht SBA-ja ka një personel ushtarak prej rreth 100.000 vetësh në Europë, kryesisht në Gjermani, Itali dhe Britaninë e Madhe. Njëri prej njerëzve të besuar të Donald Trump ka rrëfyer disa nga prapaskenat e sherrit mes presidentit amerikan dhe atij Ukrainas Volodymyr Zelensky një javë më parë. Diplomati Kit Kellogg ka zbuluar se presidenti i Ukrainës i ishte thënë përpara takimit se vetëm duhet të firmoste, ta hante drekën dhe të ikte, por ai e sfidoi shefin e Shtëpisë së Bardhë. 20 minuta tronditse dhe totalisht jashtë rregullave të diplomacisë mes dy krerëve të shteteve. Kështu cilësua debati mes Trump dhe Zelenskit në zyrën ovale një javë më parë, që solli dhe dështimin e marrëveshjes për mineralet. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ukrainë, Keith Kellogg, ishte i ftuar në aktivitetin e Këshillit për marrëdhëniet me jashtë në Washington të njëjtën dhe zbuloi detaje të rëndësishme gjatë një interviste të dhënë për CNN. Ukrainasit gabuan, po ju them një prapasken. Ne folëm me presidentin Zelensky para takimit, ku ishin të pranishëm 13 senator amerikan. I shpjegua me detaje se cili ishte plani dhe ato që ai do të thoshte në zyrën ovale gjatë takimit. Pra i tham se tashmë e kemi një marrëveshje për metalet e çmuara, ju do të nënshkruani marrëveshjen, do të hani drek, do të dilni së bashku në një konferencë shtypi dhe pas kësaj do të largoheni. Sipas Kellogg, Zelenski nuk ju përmbajt planit dhe sfidoi Trump në shtëpinë e tij, çka ishte fatale dhe e shndërroi bisedën në një debat shumë të ashpër. Kam përshtypjen se Zelenski nuk ishte i vetëdijshëm mjaftueshëm se ku ndodhej dhe me kë po fliste. Nuk është gjë e mirë të sfidosh Donald Trump në zyrën ovale, dhe unë nuk fajsoj as pak presidentin amerikan për atë që ndodhi. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ukrainë konfirmoi se SBA po përpiqet të ndërtojë një marrëdhënie të re me Rusinë, ndërsa tha se Shtëpia e Bardhë është e interesuar që lufta të përfundojë sa më shpejt. Por javën e ardhshme do të ketë sërish një takim mes delegacioneve amerikane dhe ukrainase, që këherë do të zhvillohet në Arabinë Saudite. Lajmin e ka konfirmuar presidenti i Ukrainës Zelensky. Zyrtarët amerikan dhe ata ukrainas pritet të takohen javën tjetër në Arabinë Saudite, ku pritet të nënshkruhet marrëveshja e shumë përfolur për metalet e ralla. Dy palët janë duke punuar që t'i shtensionojnë marrëdhëniet pas takimit katastrofik nëpërmjet presidentit Donald Trump dhe homologut të tij Volodymyr Zelensky të premten e kaluar në Washington. Këshilltari i lartë për sigurinë kombëtare të SBA-s, Mike Waltz, ka thënë se diskutimet midis dy ekipeve po intensifikohen për një raund të ri të negociatave
po zhvillojnë biseda të mira për vetëlodhjen e raundit të ardhshëm të negociatave për delegacionet dhe për thelbin e gjyrave. Pra vetëm në 24 orët e fundit që nga deklarata publike e Zelenskit dhe pastaj bisedimet e mëtejshme, të cilat unë do t'i vazhdoj brenda, mendoj se do të shohim lëvizje domethënse në një periudhë shumë të shkurtër, ka deklaruar Walz. Këtë deklaratë konfirmoi pak orë më vonë të njëjtën edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili deklaroi se shteti që ai drejton do të punojë në mënyrë konstruktive me presidentin amerikan Donald Trump. Pas samitit me vendet europiane që u mbajt këtë të njëjtë, Zelenski ka thënë se bashkëpunimi me SBA-n do të bëhet për të arritur një paqe të shpejtë dhe të qëndrueshme. Ai e ka konfirmuar takimin e palës ukrainase me atë amerikane gjatë javës së ardhshme në Arabinë Saudite. Ekipi im do të qëndrojë në Arabinë Saudite për të punuar me partnerët amerikan, është shprehur ai. Kryeministri Edi Rama ishte pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit Karli i Madh dhe gjatë fjalës së tij ai ka komentuar edhe marrëdhëniet e krijuara së fundmi me ardhjen e Donald Trump në krye të SBA-ve. Rama ka deklaruar se ndoshta Zoti e shpëtoi jetën e Trump jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por për t'i dhënë mundësinë Europës që të mos vazhdojë një lloj, sepse nuk është një lloj. Derisa ne të shkojmë në Bashkimin Evropian, ka gjëra të cilat nuk do të jenë të sigurta, të garantuara e të pakthyeshme. Dhe këto janë gjërat më të rëndësishme. Ndaj kur më pyesin, ç'plan B keni? Ç'plan B ka Shqipëria? E them që nuk ka plan B përkundrejt lirive individuale. Dhe në qoftë se doni të negocioni lirinë tuaj, atëherë hiqni dorë, mos u bëni pjesë e Bashkimit Evropian. Po në rast se nuk doni të negocioni këto liri individuale, duhet jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, nuk ka plan B përkundrejt shtetit të së drejtës dhe të qenit të barabartë përpara ligjit. Dhe sërish nëse doni ta negocioni këto, atëherë mund të zgjidhni një tjetër drejtim, mund t'ju ofrojnë vodka, mund t'ju ofrojnë haviar, dhe shumë gjëra të tilla. Po, hiqeni nga mendja shtetin e së drejtës dhe barazinë përpara ligjit, që garantohet vetëm nëse je pjesë e Bashkimit Evropian. Vendimet e këqija të një udhëheqësi sot paguhen në kosto nga brezi i ardhshëm. Pra ajo çfarë shohim sot nuk është asgjë krahasuar me atë çfarë vjen. Kështu që me sa kuptoj unë, bëhet fjalë për një pamje 360 gradëshe të situatës. Është koha të shkojmë drejt për së drejti me shërbimin meteorologjik për të mësuar parashikimin e motit. Na pret sinoptikane Eneida Doçi. Eneida, të përshëndes. Jo vetëm kemi hyrë zyrtarisht në pranver, po edhe moti i tillë është krejtësisht pranver. Si do të jetë në vim? Përshëndetje nga shërbimi meteorologjik Shtarak. Depërtimi i masave aerore perëndimore me origjinë nga anticikloni i Azorëve që na ka shoqëruar gjatë ditëve të fundit do të vijë ta shoqërojë edhe gjatë fundjavës. Moti do të jetë i tillë, megjithatë do të kemi dalë në temperatura të mesme dhe të larta transparente, kryesisht për gjatë periudhave malore të vendit. Temperaturat që kemi pasur parasysh kanë qenë të prisa gjatë orëve të mëngjesit dhe të pasdites, ndërsa temperaturat maksimale kanë arritur në 24 gradë Celsius, jo kryesisht për zonat e ulta, por ashtu edhe pjesën bregdetare. Ndryshimin të situatës meteorologjike do të kemi nga dita e martë në vim, ku për shkak të depërtimit të masave aerore të lagështa me origjinë perëndimore, të cilat do të zonën në pellën e mesut me lagështirë, do të bëjë shërbimit tonë të kemi moto të paqëndrueshëm deri në shiu të herpasishëm me intensitet të drejtë statar në pjesën më madhe të vendit, ndërsa në perëndim do të kemi shiu me intensitet deri të lartë në formën e zgjidhjeve pashkundra. Për sa i përket temperaturave, në vlerë minimale gjatë fundjavës nuk do kemi lëhat dhe në frikë do të tukna se 4-5 gradë Celsius kryesisht për zonat malore, ndërsa vlerët maksimale do të arrijnë në 23 gradë Celsius, kryesisht për zonat e ulta. Edhe gjatë javës së vimit, sidomos e martë, që do kemi ndryshimin e erës, e cila do të jetë nga drejtimi me kuadratin e jugut, me shpejtësi mesatare deri në 10 metra për sekondë, ndërsa hera e erës në fina dhe prekët do të arrijë shpejtësi deri në 17 metra për sekondë, shkëlqyer me vazhdimin e rrjetit të forcës së deri në 4 ballë.
Kjo situatë do të bëjë që kemi dhe rrjetet të temperaturave me vlerat minimale, të cilat do të arrivojnë 6-7 gradë Celsius në zonën valore, ndërsa në pjesën bregdetare dhe në zonat do të arrivojnë në 20 gradë Celsius, pra vlerat minimale, ndërsa vlerat maksimale do të arrivojnë në 24 gradë Celsius. Po, Enida, është e qartë, të falenderoj shumë, faleminderit edhe për parashikimin e motit dhe shkoa që ne të ndalemi një tjetër zhvillim interesant, bëhet fjalë për miliarderin Elon Musk, i cili duket se ka dështuar sërish me programin e tij hapësinor SpaceX. Ka lëshuar raketën nga Texasi, por ajo ka shpërthyer gjatë ngritjes duke i prishur kështu ëndrrën miliarderit për të çuar njerëz në Mars dhe ky është dështimi i dytë. Elon Musk e gjeti fatin në politik, por duket po humbet atë në raport me eksplorimin e hapësirës. Për të dytën herë brenda vitit, një raket SpaceX shpërtheu në ajër pak pas lëshimit nga Texasi, duke bllokuar fluturimet e duke nxitur paralajmërimet për rënjen e mbeturinave të saj. Kompania konfirmoi se anija hapësinore pa ekuipazh kishte pësuar një shkëputje të paplanifikuar pjesësh gjatë ngritjes dhe kishte humbur kontaktin me tokën. Starship e SpaceX, raketa më e madhe e krijuar ndonjëherë, doli jashtë kontrollit menjëherë pas lëshimit të saj. Nuk janë raportuar të lënduar apo dëme, por imazhet nga ato në vendet ishullore të detit të Karaibeve treguan mbeturina të zjarrta që bien nga qielli. BBC thotë se ky ishte misioni i 8 për të testuar raketën dhe dështimi i saj i dytë radhazi. Anija kozmike prej 123 metrash ishte menduar të rihynte në orbitën e tokës mbi Oqeanin Indian pas një fluturimi një orësh. Nga ana tjetër, përforcuesi i saj Super Heavy, që ndihmon lëshimin nga toka, ja doli me sukses të kthehej në platformën e lëshimit. SpaceX, që është në pronësi të Muskut, pohoi se ka nisur menjëherë verifikimin nga zyrtarët e sigurisë për të kuptuar se çfarë shkaktoi defektin. Deklarata shtoi se SpaceX-i do të rishikonte të dhënat për të kuptuar më mirë shkakun rrënjësor të dëmtimit dhe vuri në dukje se shpërtimi ndodhi pas humbjes së disa motorëve. E ishte gjithçka për lajmet e mesditës, shikim të këndshëm në vazhdim.